Në përvjetorin e 18 të shpalljes së shtetësisë, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur publikisht mbështetjen e tyre strategjike për Kosovën. Përmes një mesazhi zyrtar të shpërndar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, shefi i diplomacisë amerikane Marco Rubio uroi qytetarët e vendit duke theksuar se partneritetin e fortë mes dy shteteve. Në deklaratën e tij, Rubio nënvizoi se SBA-ja do të vijojë të qëndrojë për krah Kosovës në forcimin e sovranitetit dhe integritetin territorial, si dhe në konsolidimin e sigurisë dhe institucioneve demokratike. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ekonomik, duke shprehur besimin se rritja e shkëmbimeve tregtare dhe investimeve do të sjellë përfitime konkrete për të dy popujt. Diplomati amerikan vlerësoi edhe kontributin e Kosovës në nisma ndërkombëtare të udhëhequra nga SBA-ja, duke falendëruar për rolin e saj si antare themeluese e Bordit të Paqes dhe për angazhimin dhe promovimin e stabilitetit dhe sigurisë globale. Më herët edhe presidenti Donald Trump kishte përcjellë një mesazh urimi ku e cilësoi Kosovën si një partnere të besueshme të Washingtonit. Ai përmendi angazhimin e Prishtinës në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për menaxhimin e krizave, duke përfshirë zhvillimet në Ukrainë, Gaz dhe zona të tjera të tensionuara. Mesazhet e fundit nga Washingtoni konsiderohen si një tjetër sinjal i vazhdimësisë së aleancës mes dy vendeve në një moment kur Kosova synon të forcojë pozitën e saj ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me partnerë strategjik.